Tenderat përmes negocimit pa procedura të rregullta të prokurimit publik janë njëra nga çështjet më të përmendura gjatë vitit 2024 për shumë institucione publike. E këtij avazi duket se nuk I ka shpëtuar as Televizioni Publik I Kosovës. Radio Televizioni Publik I Kosovës si institucion publik do të duhej të ishte shembull I transparencës dhe lidhshmërisë, por nuk del të jetë kështu, së paku sipas raportit të auditimit financiar të kryer nga zyra kombëtare e auditimit. Televizioni Publik gjatë vitit 2024 kishte lidhur 2 kontrata, duke përmendur procedurën e negocuar pa publikim për të cilën nuk kishte evidentuar ndonjë situatë emergjente, as ndonjë rrethan që bënte të pamundur zbatimin e procedurave të tjera të hapura apo të kufizuara siç kërkohet nga ligji për prokurim publik. Por jo gjithçka përfundon këtu, pasi RTK gjatë vitit 2024 nuk ishte respektuar pajtueshmërinë me kërkesat ligjore gjatë përgatitjes së specifikave teknike të një dosje të tenderit. Le të ndalemi specifikisht tek secila prej çështjeve të përmendura më lart. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, gjatë vitit 2024 RTK kishte lidhur kontratë duke përdorur procedurën e negocuar pa publikim për realizimin e dizajnit dhe grafikeve për festivalin e këngës në RTK 2024 në vlerë prej 10.150 euro me një kompani nga Shqipëria pa të argumentuar qartë arsyetimin ligjor për shmangjen e publikimit dhe konkurrencës. Pra RTK ka përdorur këtë mënyrë për dhënien e tenderit pa pasur një situatë emergjente, siç e thot ligji. Ky rast ishte aprovuar nga zëvendësdrejtori I RTK-s në arsyetimin e mungesës së stafit të profilizuar për dizajn grafik, ka shfaqur nevojë për festivalin e këngës të angazhohet shërbim nga jashtë RTK. Rasti I dytë lidhet me kontratën e negocuar, shfrytëzim afatshkurt të riveturave për nevojat e RTK-s në vlerë prej 33.900 euro. Krejt kjo pasi RTK nuk ishte arritur të bënte një zgjedhje afatgjatë ose në kohë për shfrytëzimin e veturave për nevojat e saj, edhe pse kishte kontratën publike për 60 muaj. E pas kadimit të kësaj kontrate, kishte nënshkruar kontratë të negocuar, pa përfillur procedurat e prokurimit publik, duke pa mundësuar transparencën dhe konkurrencën. Rasti I tretë lidhet me përgatitjen e specifikave të tenderit në kundërshtim me kërkesat ligjore, sipas dosjes së tenderit për shërbime teknike për festivalin e dytë të këngës në Kosovë në vlerë prej 96.840 euro në kërkesën mbi mundësinë teknike. Është kërkuar që operatori ekonomik duhet të ketë listën e kontratave dhe referencat e lëshuara nga punëdhënësi, ku ka përfunduar me sukses ofrimin e shërbimeve teknike, në ndriçim dhe zërim, në festivale apo në koncerte të mbyllura. Për më tepër, është përcaktuar që të paktën njëra nga këto kontrata të jetë për realizimin e festivalit të këngës, të mbajtur në ndonjë televizion publik, në rajon apo më gjerë, për garën Kënga e Eurovisionit, apo evente të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit nga data e publikimit të kontratës. Sipas ZKA-s, ky kriter si I tillë ishte diskriminues, pasi në Kosovë nuk ishte pasur festivale të tilla të organizuara më parë dhe si rrjedhoi operatorët vendor nuk ishin pasur mundësi për të përmbushur këtë kërkesë, duke u përjashtuar në këtë mënyrë nga konkurrenca. Këto janë vetëm disa nga gjetjet e raportit të auditimit, pasi në RTK ka edhe shumë të tjera, sidomos çështja e tenderave me vlerë minimale, që nënkupton tender me vlerë në 1.000 euro, duke shmangur procedurat e hapura të prokurimit publik. Në ditët në vazhdim, Verijo Info do të sjellë detaje edhe për shumë institucione të tjera.